Terror në studio. Shkurta Haxhiu shkyen produksionin live. Më cunguat lojën. Sulm frontal Leonora Jakupit dhe Olta Gixharit. Eliminimi i Shkurta Haxhiut nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 nuk ka kaluar në qetësi. Pasi humbi garën përballë emrave si Alba, Labinoti, Benita dhe Dolce, Shkurta ka lëshuar një lum akuzash drejt produksionit dhe panelit të opinionistëve që në momentet e para të daljes në studio. Artistja dhe aktivistja u shprehë revoltuar, duke pretenduar se loja e saj u sabotua nga mungesa e hapësirës televizive. Sipas saj, produksioni nuk i dha mundësinë të shpaloste vlerat e saj si artiste, duke lënë rrugëtimin e saj të paplotësuar. Gjithashtu, ajo ka pasur një përplasje direkte me Leonora Jakupin dhe Olta Gixharin. Shkurta nuk i ka kursyer epitete rënda, duke i cilësuar si opinionistet më negative dhe të njanshme, duke akuzuar ato për mungesë totale empatie ndaj banorëve. Ky largim ka lënë shije të hidhur dhe ka ndarë publikun në dy tabore. Ata që e shohin Shkurtën si viktim të formatit dhe ata që e quajnë reagimin e saj si një humbje pa dinjitet. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton për të marrë lajmet më të reja nga bota e yjeve shqiptar.